Mirë se veni në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Ka dështuar sërish konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ndërpreu seancën pa lejuar zhvillimin e votimit të kandidatës për kryetare Albulena Haxhiu, me arsyetimin se partitë e tjera janë deklaruar kundër saj. Kësaj seanca u shtye për të mërkurën. Ka dështuar për herë të tretë të zgjedhet kryetari i Kuvendit. Mungesa e numrave të nevojshëm nga vetëvendosje për kandidatën e tyre Albulena Haxhiu bëri që seanca e së hënës të nisë me rreth 40 minuta vonesë. Kjo shtyu kryetarin e AAK-s Ramush Haradinaj që të propozoi që seanca të nisë nga deputetja më e re në moshë, që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës Sala Jashari. Deputetja më e re Reagimet e ish partive opozitare bën që grupi parlamentar i vetëvendosjes të kthehet në sallë së bashku edhe me kryetarin Albin Kurti. Por Kurti nuk mori mundin që të flasë me kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi, pavarësisht se kaloi karshi i tij, sikundër që bëri Glauko Njufca. Me të zënë ulse të gjithë deputetet e Kuvendit, kryesuesi i seancës Avni Dehari, sipas rregullores edhe të drejtës kushtetuese, ftoi përfaqësuesit e grupit më të madh parlamentar vetëvendosje që të bëjë propozimin e kandidatit për kryeparlamentar. Në sallë janë pranishëm 117 deputet, mund të vazhdojmë. Pika e radhës zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Të nderuar deputet, në seancën konstitutive me 19 prill 2025, kandidatja për kryetare të Kuvendit, deputetja Albulena Haxhiu, e propozuar nga subjekti lëvizja vetëvendosje, nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoi përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në foltore doli ish kryeparlamentari Glauko Njufca, kur të gjithë deputetet po presnin që Konjufca ta paraqes kandidaturën për herë të tretë të deputetes Haxhiu. Ai pati një kërkesë tjetër për partitë që po e kundërshtojnë Albulena Haxhiun për kryeparlamentare. Lëvizja vetëvendosje padyshim që e ka emrin e njëjtë, është zonja Albulena Haxhiu si e propozuar, por ne me qenë se e kemi pa që të gjitha subjektet politike që dje janë prononcuar se do ta kishin qëndrimin e njëjtë, edhe në këtë seancë, unë mendoj që kjo situatë politike nuk mund zgjidhet vetëm me një marrëveshje politike. Ashtu siç votuar në kryetarët e Kuvendit, atë koncept do ta kishte edhe kryetari i Kuvendit. Pa një pakrimin e një mazhorance këtu në Kuvend për kryetarin e Kuvendit, nuk do të mund të themelohet vetë Kuvendi. Mirë, po kjo e njëjta logjikë është edhe për nënkryetarët. Sikur ne ta kishim shumicën, do të mund t'i bllokonim edhe nënkryetarët e Kuvendit. A është kjo arsyeshme? Atëherë ne, zoti kryesues, kërkojmë një kushtesë që të mos përsëritet situata e njëjtë të cilën e patëm 3 herë radhas në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ndërkohë, monitoruesi i punës së Kuvendit nga KDI Eugen Cakolli tha se një situatë e tillë mund të përsëritet pafundësisht. Dhe mbetet që jemi çdo 48 orë bashkë nëse nuk ka një emër që i siguron 61 vota. Mund të ndryshojë thon presidentja nëse thirrë takim konsultativ siç ishte lënë hapur. Absolutisht jo, për shkak se presidenti nuk ka diskrecion për të marrë me qesh, na mund t'i ftoj për të konsultuar, por nuk ka asnjë efekt juridik si tillë. Sipas rregullores së Kuvendit, seanca e radhës për konstituimin e Kuvendit duhet të ftohet pas 48 orësh. Deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë fajsuar partitë e tjera për bllokim të Kuvendit pas dështimit të seancës konstituive. Ata kërkojnë votimin e Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit në mënyrë që edhe LVV-ja të votojë pastaj për nënkryetarët. Ndërkohë opozita i kërkon lëvizjes vetëvendosje që të ndrojë kandidatin për kryetar të Kuvendit. Pas dështimit të 4 të lëvizjes vetëvendosje për ta zgjedhur Albulena Haxhiun kryetare të Kuvendit, deputeti i kësaj partie Hekuran Murati, duke fajsuar partitë e tjera për bllokadë, tha se kushtetuta i obligon që ta votojnë kandidatin për kryetar të Kuvendit. Dhe është e udhës pra që kandidati i për kryetar, por edhe në kryetarët pastaj të mbështetin nga gjithë deputetët. Po të hyni për këso lojra, ku kandidatët, apo kandidati ki partisë fituese kontestuat nga partitë tjera, pastaj do të përfundonin me një herë në blokadë në hapjen e dytë. Sepse dita gjithë do të pritet në ndodhte edhe për nënkryetarët.
por me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje nuk po pajtohen partitë e tjera. Kryetari i Partisë Demokratike, Memli Krasniqi, tha se kandidatja për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu nuk është më e rëndësishme se sa formimi i institucioneve. Rrugdalja është tashmë e qartë. Lëvizja vetëvendosje duhet ta gjeni kandidat apo kandidate tjetër, sepse kandidatja që ka dështuar do dështoj përsëri për të marrë shumicën. Vot për kryetar të kuvendit të propozuar nga lëvizja vetëvendosje nuk ka as lidhja demokratike e Kosovës. Shefja e grupit parlamentar të LDK-s Hykmete Bajrami akuzoi lëvizjen vetëvendosje se ka bllokuar formimin e institucioneve. Thjesht janë ata të cilët duhet me kërku prej tyne, ata duhet me ullë me partitë politike. Ne definitivisht nuk jem ata që po kërkojmë një emër tjetër nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, ata mujnë me propozu si parti fituese edhe një kandidat prej komplet një grupi politik tjetër dhe na mandej ulemi i pyesim deputet se si dojnë me votu ata. Akuzat e ish opozitës se lëvizja vetëvendosje ka uzurpuar kuvendin i hodhi poshtë deputetja Mimoza Kusari. Ajo tha se grupet e tjera nuk mund t'ja përcaktojnë vetëvendosjes se këta propozojnë për kryetar të kuvendit. Po atja përcaktojmë ne atëhere Partisë Demokratike kandidatin për nënkryetar të kuvendit, ose Lidhjes Demokratike kandidatin për nënkryetar të kuvendit. Hajde po e bëjmë këtë. Ata po na përcaktojnë neve kandidatin për kryetarit të kuvendit, ne pastaj po i bëjmë zgjedhjet. Po i thonë, s'po pëlqen ky deputet. Ata nëse zgaboj, Lidhja Demokratike ka deklaruar. Zotin Kujtim Shala, ne po i thëmë jo, për ne Paris Guri, deputeti më i ri, po na pëlqen, se ndoshta kështu na përshtatet neve. Kjo është absurde. Lëvizja vetëvendosje në përpjekjen e katërt për konstituim të kuvendit nuk e hodhi fare në votim propozimin e tyre për kryetar kuvendi. Në 2 herët e para lëvizja vetëvendosje kishte siguruar vetëm 57 vota për kandidatën e tyre. Kushtetuesja nuk ka caktuar një afat kohor se deri kur partia e parë mund të vazhdojë të provojë zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Në këtë situatë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike paralajmëruan se do të shohin mundësinë për t'i ndjekur hapat ligjor. Tani s'po paragjykojmë ma mesin blokun, po kjo blokad nuk mundet me vazhdu, e lëvizja vetëvendosje ka përgjithësi me zhblloku kuvendin. Natyrisht se kjo është një situatë e cila nuk mund të vazhdojë në pafundësi, sigurisht që do të ulemi të konsultohemi dhe do të ndërmarrim hapa konform ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, Aleanca vazhdon të ketë ofertë për lëvizjen vetëvendosje. Kemi përmend tash mos bëhem gjithashtu si sponsori emra, po jemi të hapur nëse opozita edhe partitë tjera dëshirojnë me gjetë një rrugë. Kryetari i Nismës Fatmir Limaj, i cili është përfolur për një bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje, tha se partitë politike duhet të gjejnë një rrugë për të ecur më tutje. Në fundit, kjo është mënyra funksionimit të bashkëpunimit të gjetjes rrugë që Kosova të evitoj institucionet e veta. Të mërkurën do t'jetë përpjekja e 5 të lëvizjes vetëvendosje për konstituim të kuvendit. Është kontestuar mënyra e shtyrjes së seancës konstituive të kuvendit. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus dhe njohës si punës së kuvendit ka ngritur shqetësime për, siç tha, veprime arbitrare të udhëhecit të seancës konstituive Avni Deharin nga vetëvendosje. Kryesuesi i seancës konstituive veproi në mënyrë arbitrare dhe në kundërshtim me obligimet kushtetuese, duke ndërprer seancën pa lejuar zhvillimin e votimit. Votimi i deputetëve nuk mund të paragjykohet mbi bazën e deklarimeve në media, ka shkruar Krasniqi në postim në Facebook. Mos vazhdimin e seancës ai e ka quajtur përpjekje të qëllimt për të bllokuar konstituimin e kuvendit. Për ngërçin politik në konstituimin e kuvendit dhe për pasojat, i ftuar është Florim Rullani, drejtori i Institutit për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Siguri. Bisedën me të e zhvillon kolegu Burim Zariqi. Mirë se erdhe zoti Rullani në këtë lidhje të drejtë për drejtë, të falenderoj për kohën. Faleminderit për ftesën dhe mirësjellje. Kem një situatë të tillë kur vetëvendosja insiston që kryeparlamentare të jetë Albulena Haxhiu, rrjedhimisht partitë e ish opozitës nuk po e mbështesin me shumicë votash. Jemi në një blokad dhe si e shihni zgjidhjen ju? Në realitet, duke pa propozimin nga subjekti fitues i zgjedhjeve të fundit me non-shkurt, domethënë të 2025-s, ja garanton edhe akti vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, që
fituesi i zgjedhjes faktikisht edhe i takon kryetari i parlamentit. Mirë po kjo nuk nënkupton që deputet e opozitës nuk e kanë drejten apo pavarësinë e tyre në vendimet të cilat i marrin në parlamentin e Kosovës. Në këtë këndvështrim, në këtë kontekst, konsideroj se bllokimi dhe mungesa e formimit të institucioneve të Kosovës është që dëmton jashtëzakonisht shumë interesin e Kosovës. Në këtë kontekst, konsideroj që është shumë më rëndësi të ndërtohet konsensusi brendshëm i partive politike parlamentare. Por si shenjoj insistimin e vetëvendosjes që tjetë Albulena Haxhiu, sepse dy herë radhazi ajo mori vetëm 57 vota nga deputetet. U refuzua nga LDK-ja, votuan kundër, po LDK-ja s'mori pjesë fare në votim, 3 deputet nismes abstenuan e kështu me radhë. Është një insistim që çon drejt asaj se vetëvendosja nuk i ka numrat as për qeverinë dhe nuk don ta kaloj këtë konstituent të kuvendit për të hapur rrugë afateve kushtetuese? Po kjo duket insistimi ty në vetëm me këtë kandidate, tregon që më shumë janë të interesuar që për shkak që mungesës së numrave, do të thotë është me bleko apo me shty kohën, përderisa ne pam sot që kishte deputet të opozitës për emrat të tjerë, të cilët faktikisht janë të interesuar për me votu për kryetarët të parlamentit, po në këto rrethana insistimi i dyta herë për zonjën Haxhiu, do të thotë dhe mos përkraja nga deputetet e parlamentit Kosovës, kur e flasëm për këta, flasëm për opozitën, do të thotë nuk mund të ju imponohet e drejta e tyne si deputet. Për ta kundërshtuar një kandidat. Ata ishin thënë edhe paraprakisht që se votojnë një kandidat, sidomos Albulena Haxhiu me tekst të veçantë. Kritika atyre është që ajo ka pasur një gjuhë jo të përshtatshme ndaj partive ish opozitare. A mund të gjendet një kompromis në këtë rast për një kandidat tjetër konsensual? Besoj që për vetë lakimi emrave të për shembull të Shqipe Selimit, kjo nënkupton që ka një emër ku është konsenzus për gjitha partitë parlamentare mbrana domethënë parlamentit tonë, për ta votu dhe një mënyrë për ta zgjedhur kryetaren edhe për të vazhduar konstituimi dhe ndërtimi i institucioneve tjera. Përderisa nuk i ka votat për ta zgjedhur vetë, gjithmonë duhet të ndërtohet konsensusi edhe të ndërtohet një lloj mesazhi pjekurisë politike që të vazhdohet tutje dhe t'ju përgjigjen kërkesave të shtetit tonë të cilat i ka përpara. Shihni jo që janë të hapur, sidomos vetëvendosjet se i bie pesha nga ajo që parasheh kushtetuta që të propozoj emrin si grupi më i madh parlamentar. Shihni sinjale se dëshirojnë të bashkëpunojnë realisht me partitë e tjera për ta zgjedhur kryetarin e ri, apo insistimi vetëm të një emër çon drejt një bllokade? Po pikërisht është sepse insistimi me emër për cilën dështum për të dytën herë dhe ti vazhdon prapë me ja propozu, kjo është një tendencë edhe bllokuese për të mos vazhduar punën më tutje. Përderisa ndëgjumë sot që janë të lakum emra tjerë të cilët janë të pranueshëm për subjektet opozitare, atëherë ti në momentin që insiston vazhdimisht me atë emër, atëherë është që tendencat janë të mëdha më duk se ti je ka do me bllokuar institucionet, domethënë mos formimin e institucioneve. Në rast se ndodh kjo zvarritja, kështu që do 48 orë si që parasheh rregulloria, jemi në një fazë kur po realisht Kosova po jenë në një krizë institucionale, po dëshmojna që nuk jemi shumë të përgatitur për ta ndërtuar një mendësi demokratike dhe për t'ju përgjigjur qytetarëve për kërkesat të cilat presin. Ne duhet ta falenderojmë qytetarin e Kosovës i cili ka tregu civilizim të jashtëzakonshëm në zgjedhjet e fundit dhe let ju përgjigjen karshi besimit cilën e kanë marrë nga qytetarët. Pra, përgjithësia mjetet mbi të parin për t'i bërë numrat, për ta ndërtuar, për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit. Apo pasqyrohet një lloj inati politik në këtë rast? Po, është duket përderisa dihen qëndrimet e forta dhe jashtëzakonisht një gjuhë jo e kujdesshme, pra prodhon që
ky kandidat i cili është duke u propozu nuk është konsensus i subjekteve tjera politike të cilat janë mbrana parlamentit. Reflekton kjo që në mungesë të numrave vetëvendosje për të zgjedhur kryetarin e ri, po ashtu edhe për formimin e qeverisë së re, është një këmbgulje në aspektin e inatçore, po themi kështu, duke mos e pranuar një realitet se nuk i ka votat 61 për zgjedhjen e kryetarit dhe formimin e qeverisë dhe çon në një zvarritje të tillë, apo në një rrethon tjetër duhet të hapur çështje dhe të bashkëbisedohet me partitë e tjera sepse një shumicë tjetër mund të krijohet. Po, kjo është mesazhin që duket nuk kanë vullnet me lexu se në Kosovë ka marrë fund që dikush qeveris vetë. Do të thotë Kosova ka dhënë përgjigjen që bashkëqeverisja dhe institucionet tjera do të jenë të ndërtuara mbi bazën 2 apo më shumë subjekte politike dhe mbi bazën e këtij realiteti i bëjmë edhe thirrje subjektit fitues ta merr hapin, ta ndërton një kompromis për hir të interesit të Kosovës dhe ta ndërton një kulturë të re politike ku faktikisht ai që fiton zgjedhjet duhet ta ndërton hapin në të cilin e ndërton edhe unitetin mbrana parlamentit të Kosovës. Jo dhe përfaqësoni një institut për marrëdhënie ndërkombëtare, do thotë kemi thirrje gjithandej nga përfaqësues apo aleat të Kosovës që duhet formohen sa më parë institucionet e reja, Kosovën e presin, sfida nacionale, dialogu, integrime të kështu me radhë, një zvarritje e tillë kaq gjatë pas zgjedhjeve, çka pasqyron? Po, kjo pasqyron edhe zhgënimin ndërkombëtar. Ne nuk duhet të harrojmë se kontributi i Bashkisë Ndërkombëtare në ndërtimin e shtetit tonë është kolosal dhe ata duket që kështu fillon edhe zhgënimi të asaj se çka kanë kontribuar në ndërtimin e vendit tonë dhe korshi që Kosovën është të vërtet që presin punë të mëdha, është dialogu, pastaj ne jemi nën sanksione nga Bashkimi Evropian dhe janë disa fusha në të cilat Kosova ka nevojë që sa më shpejt të formojë institucionet në mënyrë që të lëvizet para dhe është fat i mirë që ne duhet ta shohim këtë ndryshimin në politikë bërjen amerikane dhe të shohim cilat politika janë të pranueshme për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ta ndërtojnë një unitet për arenën ndërkombëtare, për marrëdhëniet ndërkombëtare. Kosova ka nevojë për një unifikim të spektrit politik për problemet e jashtme për të zgjidhur. Problemet e brendshme duhet të zgjidhë qeveria e cila formohet. Falenderoj për kohën, zoti Rullani. Faleminderit shumë për ftesën. Pra, kemi qenë në këtë bashkëbisedim me drejtorin e Institutit për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Siguri, Florin Rullani. Kthehemi në studio me materiale të tjera. Në një aksion të gjerë policor në Kaçanik janë arrestuar 7 persona të dyshuar për planifikim dhe vrasje të rreshterit Muhamet Lika, e cila besohet se u krye për motive që ndërlidhen me punën e tij zyrtare. Drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se disa nga të dyshuarit kanë të kaluar kriminale që ndërlidhet me ekstremizëm. Një numër i madh zyrtarësh policor janë mësyer në Kaçanikut në orët e para të mëngjesit të së hënës. Në këtë aksion, policia prangosi 7 persona të dyshuar për planifikimin dhe kryerjen e vrasjes së rreshterit Muhamet Lika më 1 prill brenda ndërtesës ku ai jetonte. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Burim Qerkini, si dhe drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, thanë se disa nga të dyshuarit e përfshirë në vrasjen e rreshterit Lika kanë të kaluar kriminale dhe se kanë qenë të arrestuar për raste që lidhen me thirrje ekstremiste. Ne kemi arritur të sigurojmë prova të dëshmi të cilat i lidhin këtë grup kriminal me vrasjen e rreshterit tonë. Mbetet të shihet background-i tyre, disa nga ta kanë pas të kaluar kriminale, kanë qenë të arrestuar në të raste të mëhershme, e që ndërlidhen me prirje ekstremiste. Për çështjen e terrorizmit duhet ta shohim pastaj sepse hetimet duhet vazhdojnë tutje për të vërtetuar këtë punë, po janë persona dyshim të rrezikshëm të cilët ne dyshojmë që kanë kryer këtë vrasje dhe kanë planifikuar dhe pas tek ekzekutuar. Drejtori i Policisë Gazmend Hoxha bëri të ditur se ndërmesin e të arrestuarve është edhe një ish-pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe djali i një polici të cilit i është konfiskuar një armë.
Gjatë ditës sotme është arrestuar një person i cili është fëmija apo biri një polici tonë në shtëpinë e cilit ne kemi kryer bastisje. Me qëllim verifikimit çdo mundësie të mundshme është sekuestruar arma aty zyrtare, është armë zyrtare e policisë Kosovës, një polici i cili punon në drejtimin e policisë kufirit. Andaj mbetet me u verifikuar dhe me sqaruar rastësisht mos është përdorur në këtë rast apo në raste të tjera. 7 arrestuarit të dyshuar për përfshirjen në vrasjen e rështerit Muhamet Lika janë dërguar në mbajtje. Disa orë më vonë prokuroria në Ferizaj ka kërkuar nga gjykata themelore në Ferizaj caktimin e masës së paraburgimit ndaj një personi të mitur për shkak të dyshimit të veprës penale vrasja e rëndë. Sipas prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se me datën 1 prill 2025 rreth orës 23 në Kaçanik në rrugën Idris Seferi përkatësisht në katin e 2 të hyrjes së ndërtesës, i mituri në bashkëkryerje me madhorët me inicialet HB, RM, VQ, EL, SHK dhe DG, me dashje dhe përkatitje paraprake kanë privuar nga jeta tani të ndjerin zyrtarin policor M.L në atë mënyrë që viktima pas përfundimit orarit të punës, rrugës për në banesën e tij ku i njëjti ishte përcjell në vazhdimsi nga madhorët deri në hyrje të banesës, ku ka jetuar i ndjeri. I mituri i shkon nga mbrapa viktimës në objektin banesor me qras ka shënë me armë zjarri në drejtim të tij. Planifikimi dhe kryerja e vrasjes së rështerit Muhamet Lika sipas autoriteteve besohet se u krye për motive që ndërlidhen me punën e tij zyrtare. Ish-nën koloneli i Policisë së Kosovës, Refki Morina, thekson nevojën urgjente për ngritjen e nivelit të sigurisë publike, ku nuk janë imun as vetë pjesëtarët e Policisë së Kosovës. Kjo tregon se duhet të ketë një kujdes më i shtuar, sidomos nga institucionet tona, për zyrtarët policor, për arsye se çdo zyrtar policor, sidomos ata që janë drejt për drejt të ballafaqsuar me krimin e tjera, rrezikshmëria është e nivelit të lartë. Prandaj duhet të ketë kujdes në mënyrë që rrezikshmëria dhe forma tjera të bëhet pagesa, ashtu siç i takon zyrtarëve policor. Në aksionin e së hënës janë mbastisur 9 lokacione, shumica në Kaçanik dhe 1 në Klin. Disa prej personave të arrestuar janë figura të njohura në rrjetin social TikTok, të cilët kanë ligjëruar mbi islamin nën profilin Rinia Islame Kaçanik. Rështeri Muhamet Lika ishte gjetur i plagosur rënd në hyrjen e ndërtesës ku banonte më 1 prill rreth orës 23. Ai ishte transportuar për në qendrën e mjekësisë në Kaçanik, por nuk ishte arritur të mbijetonte plagëve. Sot dolën para gjykatës 2 zyrtarët policor që u arrestuan dje në Pej në ndyshimin për marrje rishfeti. Prokurori i shtetit ka kërkuar caktimin e masës së arrestit shtëpiak si dhe të 2 të dyshuarit të pezullohen nga puna. Policët janë të njësisë së trafikut rrugor dhe dyshohet se kanë kërkuar para nga një qytetar të cilin e kanë ndaluar për kontroll rutinor. Inspektorati policor i Kosovës ka njoftuar se kishin pranuar informacione se zyrtarët policore kishin ndaluar qytetarin në një pikë kontrolli dhe për të mos i shqiptuar gjob i kanë kërkuar një shumë monetare. Ministri mbrojtjes në dorëheqje Ejup Maqedonci ka thënë se ka cituar ministrin kroat të mbrojtjes kur ka folur për mundësinë e përfshirjes së Bullgarisë në marrëveshjen trilaterale në fushën e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Këto deklarata ai bëri pasi ditë më parë ministri i jashtëm i Bullgarisë ka mohuar pretendimet e Maqedoncit duke i cilësuar si të pasakta. Ministri në dorëheqje i mbrojtjes Ejup Maqedonci ka mohuar raportime se ka deklaruar bashkangjitjen e Bullgarisë në marrëveshjen ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Maqedonci ditë më parë për një media të huaj kishte deklaruar se kanë marrë konfirmimin se edhe shteti bullgar do të nënshkruajë marrëveshje ushtarake me 3 shtetet. Megjithatë, deklarata e Maqedoncit u demantua menjëherë nga ministri i jashtëm i Bullgarisë, i cili tha se këto deklarata janë të pasakta. Në këtë situatë, Maqedonci tha se ka cituar ministrin kroat. Unë në asnjë rast nuk kam thënë që kam pasur kontakte me Bullgarinë. Me Bullgarinë ka pasur kontakte kryeministri kroat, i cili e ka një intervistë në Večernji një list me datën 18 mars, ditën kur kemi nënshkruar marrëveshjen trilaterale, ku thotë që kemi një, mund të themi, komunikim me Bullgarinë për një bashkangjitje të mundshme të Bullgarisë në këtë marrëveshjen trilaterale.
Më 18 mars, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan marrëveshje për aleancë ushtarake, e cila nxiti reagime edhe nga Serbia. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pati thënë se kjo shkelje e marrëveshjes nënrajonale për kontrollin e armëve nga viti 1996. Por zyrtarët e Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë kanë mohuar se kjo marrëveshje është e natyrës armiqësore për fqinjët. Në anën tjetër, ditë më parë, kryeministri i ri i Serbisë ka deklaruar se në Kosovë nuk ka paqe. Macedonci tha se këto deklarata janë dëshmi se Serbia është burim i jo stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. E cila vazhdon të promovoj politikë hegemoniste në raport me fqinjt e saj, jo vetëm me Republikën e Kosovës, por me të gjithë ata fqinj me të cilët kufizohet dhe fatkeqësisht vazhdon të mbështes grupe terroriste dhe grupe paramilitare të cilat në vazhdimsi kanë qenë cënuese për sigurinë e vendit tonë, por edhe të regionit në përgjithësi. Në anën tjetër, ne po angazhohemi në vazhdimsi që të ndërtojmë një sistem të mbrojtjes, një ushtri të gatshme për të mbrojtur territorin e Kosovës dhe jetën e qytetarëve të saj, por edhe për të kontribuar për paqen dhe stabilitetin kudo në botë. Macedonci ka shtuar se qeveria dhe Ministria e Mbrojtjes angazhohen në vazhdimsi që të ndërtojnë një sistem të mbrojtjes, një ushtri të gatshme për të mbrojtur territorin e Kosovës dhe jetën e qytetarëve të saj. Liderët botëror kanë reaguar menjëherë pas lajmit për largimin nga jeta të Atit të Shenjtë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shkruar në rrjetin e tij social Truth Social, u presh në paqe Papa Francesku. Zoti e bekoft papën dhe të gjithë ata që e donin, ka shtuar ai. E zovendos presidenti Vance, duke shprehur ngushëllimet e tij për vdekjen e Papa Franceskut, tha se zemra e tij është me miliona të krishterë në mbar botën që e donin atë. Kryeministri holandez Dick Schoof thot se Papa Francesku ishte në çdo mënyrë një njeri i popullit. Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola thot se buzëqeshja e tij ngjitëse pushtoi zemrat e miliona njerëzve në mbar globin. Presidenti izraelit Isaac Herzog shprehu dhe mshurinë e tij të pakufishme. Edhe presidentja zvicerane Karin Keller-Sutter thot se Papa Francesku ishte një udhëheqës i madh shpirtëror, një avokat i palodhur për paqen. Presidenti francez Emmanuel Macron bëri homazhe Papa Franceskut duke quajtur atë një njeri të përulur në anën e më të cënuarve dhe më të brishtëve. Kryeministrja italiane Giorgia Meloni thot se ky lajm na trishton thellësisht. Kam pasur privilegjin të shijoj mitësinë e tij, mësimin e tij dhe trashëgiminë e tij nuk do ta humbasim. Ne e përshëndesim Atin e Shenjtë me zemrat plot trishtim, por e dim se ai tani është në paqen e Zotit, shton ajo në deklarat. Kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez përshëndet angazhimin e Papa Franceskut ndaj më të cënuarve. Ai në një postim në platformën X thot se unë vajtoj vdekjen e Papa Franceskut për kushtimi i tij për paqen, drejtësinë sociale dhe më të pambrojturit lë një trashëgimi të thellë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen thot se ai frymëzoi miliona njerëz, shumë për te kishës katolike, me përulësinë dhe dashurinë e tij kaq të pastër për me pak fat. Kryeministri i Indisë Narendra Modi thot se është thellësisht i dhembur nga vdekja e Papa Franceskut. Kryeministri polak Donald Tusk e kujton Papa Franceskun si një njeri të mirë, të ngrohtë dhe të ndjeshëm. Për vdekjen e Papa Franceskut kanë reaguar edhe krerët e institucioneve të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se trashëgimia e Papa Franceskut, i cili vdiq të hënën, do të jetojë në jetët e panumërta që ai ka prekur. Ajo ka thënë se populli i Kosovës u bashkohet miliona njerëzve në zi për vdekjen e Papës. Populli i Republikës së Kosovës i bashkohet miliona njerëzve anë mban botës në zi për vdekjen e shenjtërisë së tij Papa Franceskut, një zë i dëmshurisë, përulësisë dhe drejtësisë në kohën tonë. Trashëgimia e tij do të jetojë në jetët e panumërta që ai preku. Ne qëndrojmë me të gjithë ata që përcjellin mesazhin e tij të qëndrueshëm të shpresës, paqes dhe dinjitetit njerëzor.
Edhe kryeministri Albin Kurti shprehun ngushëllime për vdekjen e papës, duke thënë se trashëgimia e tij e përullësisë, drejtësisë dhe dëmshurisë do të vazhdojë. Në këtë hënë të Pashkëve, një diçprese dhe ripërtrirje për të krishterët në mbar botën, ne vajtojmë vdekjen e shenjtërisë së tij Papa Franceskut. Trashëgimia e tij e përullësisë, drejtësisë dhe dëmshurisë do të vazhdojë. Në emër të popullit të Kosovës, shpreh ngushëllimet tona më të thella, u preft në paqe. Ngushëllime për vdekjen e Papa Franceskut shprehon edhe liderët të partive politike në vend. Për vdekjen e papës ka reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Lam të mirë ati shenjtë, mik i madh e i paharrueshëm i Shqipërisë. Papa Francesku vdiq të hënën e 21 prillit në moshën 88 vjeçare. Papa vdiq disa javë pasi u liruan nga një spital i Romës për shkak se u përball me një rrezik të pneumonisë në mushkëri. Dom Blush Gjergji ka thënë se Papa Francesku ka dhënë kontribut të çmuar për këdo në botë. Të ndjekim një bisedë me të zhvilluar nga kolegja e Dona Deniqi. Ajo që të bën përshtypje kur shiko të bëma dhe gjithë punën e Papa Franceskut është fakti që Vatikanin e bëri më të afër me njerëzit, e bëri më të pranueshëm, në kuptimin që nuk është vetëm për shenjtërinë e lartë Vatikani, por është i të gjithëve. Kisha është e të gjithëve. Kisha është për të gjithë dhe e të gjithëve, shi Zoti është krijuesi dhe shpëtimtari i të gjithëve dhe për të gjithëve. Ky pati opcion prej momentit të parë, një komunikim krejt ndryshej, edhe me bashkëpunëtorët, edhe me njerëzit. Për shembull, e kremton të meshën, në fund të meshës, dilte të dera kishës për t'i përshëndetur të gjithë. Shmendeshin roja e siguria se s'mund të ndalim kështu. Dërsa i thështe, dera e kishës, edhe më tepër zemra kishës, duhet të jetë e hapur. Ne duhet t'i falenderojmë njerëzit, ne duhet t'i përshëndesim njerëzit që kanë ardhur apo që dalin. Nisur nga kjo që po thoni, sigurisht ka pasur klerik të shumë shqiptar, të cilët kanë pasur fatin të atakojnë, të flasin me të ndajnë idetë e tyre, të flasin për pozitën e vendit tonë, për vetë Kosovën. Patjetër, ai ka qenë e ka pas në zemër popullin tonë shqiptar. Dhe tash po ju tregoj edhe pse hin. Sepse në Buenos Aires, kur ishte Argjipesh dhe kardinal, atje ishin disa njësi, disa bashkësi arbreshe. Dhe ky i kishte njohur atje. Dhe thot, e kam zbuluar një popull të lashtë, të stërlashtë, që e kanë origjinën ilire, arbër dhe shqiptare. Dhe këta janë arbreshet atje. Dhe i admironte se si e kanë rujt gjuhën, traditën, kulturën, dhe kur erdhi në fronin apo në selien e papës, atëherë dëshmoi gjithë dashurien që e kishte akumuluar për këtë dy elementet shumë të rëndësishme është vizita e tij me 21 shtator të vitit 2014, kur mori e madhe në Tiranë e pritën pa dallim, dhe ai pa të thënë një fjalë që e mori këtë bota. Në Shqipëri nuk gjeta vetëm vllazëri gjithë shqiptare, por gjeta dashuri. Ata nuk dialogojnë e nuk komunikojnë me njëri tjetrin pse janë palë, ata janë një gjymtyr. Dhe tha, shprehjen që mori krejt bota, Shqiponja del prej folejes së vet dhe fluturon në lartësina, por Shqiponja din të kthehet në folejen e vet. Dhe kjo ishte një figurë stilistike fenomenale për cilën e kam falenderuar edhe personalisht. Vazhdojmë edicionin me kronikat të tjera problemore. Rritja e çmimit të energjisë elektrike pritë të arrisë edhe çmimin e kafës. Gastronomët bëjnë të ditur se çmimi i kafës mund të ngritet për 50 cent. Ndërkaq grupi asnjë cent më shumë paralajmëron padi për zërrën.
Dikur me vetëm 1 euro në xhep mund të uljeje në një kafene, të porositje një kafe të ngrohtë dhe të shijoje një moment qetësie. Por nga një muaji, kjo rutinë thjesht pritet të marrë një kthes më të nxehtë. Çmimi i kafes pritet të kushtoj 1,50 euro, shka ky zinxhiror nga vendimi i ZRE-s për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Nuk është hera vorë që më shtrajtuat rryman që qeveri edhe qëtash bile është bajage është një tarif më e noltë. E normal që të bizniset ku me ndiku ma shumë, se kanë bo me 100 kW, apo den është pagesa pak ma e modhe dhe besoj që ku me ndiku të kretë bizniset pak ma shumë. Ku mu bo na edhe na ngritje çmimeve se ata edhe që s'po mujnë me na animu bile adin dëmës me na bo. Qeveria ose kushdo që e bën këtë hap kështë abden. Se 16% është bajage shumë edhe nuk është hera por këtë qeveri që përbohet. Abden këtë ngritje çmimeve të energjisë. Vendimi për shtrenjtimin e energjisë elektrike është duke u kundërshtuar në masë të madhe tash e pothuajse 3 muaj nga qytetarët. Bizneset, organizata jo qeveritare si dhe nga vetë presidentja e vendit Vjosa Osmani. Madje në shenjë paknatësi organizuan edhe 3 protesta, të cilat po vazhdojnë të hasin në vesh të shurdhër. Por megjithatë grupi asnjë cent më shumë nuk do të ndalet në ngritjen e zërit kundër këtij vendimi. Madje Besnik Shabiu thekson se do të dorëzojnë padi ndaj ZRE-s, por sa ZRE-ja të bëjë publik vendimin për shtrenjtimin e energjisë elektrike. Dita e shtunë ose dita e premte janë 2 data alternative në të cilat do të bëhet prap organizimi i protestës së radhës. Ne do të grupohemi, do të riorganizohemi sa herë që të ketë nevojë deri në përfundim, deri në arritjen e rezultatit që është asnjë cent më shumë dhe shfuqizimi i vendimit nga Bordi i Zyrës për rregullatorin e energjisë. Në anën tjetër, në aspektin e padis, ne kemi përfundu tashmë edhe siç e ka raportuar avokati Bajraktari, padia pothuajse është e përfunduar. Fakti që Zyra e Rregullatorit për Energji ende nuk e ka publiku vendimin e faqen e saj zyrtare, ka bërë që një farë forme të vonohet derisa padia të dorëzohet në gjykat. Por ajo që mbeti e heshtur karshi vendimit të ZRE-s për shtrenjtimin e energjisë elektrike është qeveria në detyrë. Ish ministri i Financave Haki Shatri hedh akuza të forta ndaj saj duke cilësuar se vetë kjo qeveri ka sjell këtë gjendje. Arsyeja që këta s'duhet më fol, edhe mirë shkon me mshel gojen, se e kanë pengu projektin e Kosovës së Re 500 MW në fillim të mandatit, që ka bu krem ekonomik, krem kundër popullsisë Kosovës. Me pas filluaj proces, mu pas vazhdu, tash i kishin pas edhe 500 MW nga një kapacitet i ri, edhe s'kish pas nevojë me këshyrë ka berza, edhe s'kish pas nevojë me ngritë çmimet. Kërkesa për shtrenjtimin e energjisë elektrike fillimisht kishte nisur nga muaji i shkurt, prej kur kompanitë për shpërndarje dhe furnizim me rrymë, Cost Kec dhe Kesko dërgua në Zyrën e Rregullatorit për Energji një kërkesë për ndryshim të tarifave. Kjo gjë nisi të bëj edhe më serioze kur kjo e fundit vlerësoi këtë kërkesë dhe tha se parashikon një rritje mesatare të tarifave për rreth 16%. Mërgjimtarët që po largohen nga Kosova po përballen me pritje të gjata në disa nga pikëkallimet kufitare kryesore të vendit. Sipas të dhënave të fundit nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, kolona të gjata janë krijuar sidomos te Dheu i Bardh dhe në Merdare. Në pikën kufitare të Dheu të Bardh, pritjet për të dalë nga territori i Kosovës janë aktualisht rreth 1 orë. Ndërkohë në Merdar, që është një nga pikat më të frekuentuara nga bashkëdhëtarët, koha e pritjes arrin nga 1 orë deri në 1 orë e 10 minuta, varësisht nga fluksi i automjeteve. Në anën tjetër, në të gjitha pikat e tjera kufitare të vendit, qarkullimi është i lirë dhe pritjet nuk zgjasin më shumë se 3 deri në 5 minuta, bëjnë të ditur autoritetet. Pritjet e gjata janë regjistruar edhe në pikën kufitare në Hanin e Lezit, hyrja nga Maqedonia e Veriut. Sipas burimeve tona, 10 autobus dhe
qindra automjete që hynë në Kosovë për vikend kanë krijuar të llovit të tilla. Pritet që pasditet kolona të ketë në hyrje të Maqedonisë së Veriut nga pika kufitare Hani i Lezit, nga ana e Kosovës, meqense automjetet kthehen në atë kohë për këtë shtet. Qendra kombëtare për menaxhimin e kufirit u bën thirrje qytetarëve që të planifikojnë udhëtimet e tyre duke marrë parasysh gjendjen aktuale në kufi dhe nëse është e mundur të zgjidhin pika alternative për dalje nga vendi, me qëllim të shmangjes së pritjeve të gjata. Këto pritje po ndodhin si pasojë e rritjes së ndjeshme të numrit të automjeteve, veçanërisht gjatë fundjavave dhe në periudhën e kthimit të mergjimtarëve drejt vendeve ku jetojnë e punojnë. Tash e gati 10 vjet banorët e një lagjeje të komunitetit rom po përballen me vështirësi me komunën e Fushë Kosovës, pasi që të njëjtin nuk po e realizojnë kërkesën e tyre për asfaltimin e rrugës së lagjes. Ani pse banorët kanë dërguar ankesa dhe kërkesa për të asfaltuar këtë rrugë, komuna gjithmonë kundërpërgjigjet se nuk ka buxhet për të përfunduar këtë projekt dhe se kur të votohet buxheti i komunës do të merret ndonjë mas. Banorët e lagjës nuk dëshiruan të prononcohen me ftyrë para kamerës, por ankesat e tyre ishin të shumta. Një grua në këtë lagje, e cila dëshiroi të mbetet anonim, ka thënë se nuk po mund t'i dërgojë fëmijët në qendër, pasi që kur kthehen në shtëpi janë të palar nga balta e rrugës. Valloj type se po shkojnë fëmija po duhet me shku në qendër. Po mujnë kur piqojnë fëmijën në qendër, kur po kthehen lloç i teri që tu pimit. As po jemi qu, as mos mi qu. Këta qendra s'po thojmë se s'pi bini. Na pibina, po lam pibina, pa la po kthejhen fëmija, katastrofë. Ka njëherë po thom hiç mos i qëni na për qendra. Katastrofë është azo. Unë djalin e kam tetë në klas, e veshim me patikat e bardha kur vjen punë me ceza. Një banore tjetër e lagjës ka shtuar se kur ka rreshje të mëdha shiu, duhet të dalin me çizme të mëdha. 8 vjet jekum qëtu, para një jave që kom këtu me çizme të mdoja duke me veshët dhe me ta me shku me marrë nejse. Bolle kena shtirë vallaj, për çdo sene kena jo veç për shkolla, po që thua dhe veç edhe shkolla që është bile që duhet, pa tjetër me qua në shkollë, nuk e di. Na boll kena informua ma kur nuk kanë ardhur me na veta. Ndërsa përfaqësuesi i kësaj lagje Murad Dibrani ka potencuar se gjithmonë komuna arsyetohet se nuk ka buxhet për të përfunduar këtë projekt. Të kesh krejt ato biseda që janë bërë, do të thotë është mbyll ky proces me fjalën që është ndalë për këtë vit inshallah. Edhe po presni. Do të thotë çdo herë kanë thonë se s'ka më kanalizimi do të zeza me nuk ka buxhet për asfaltimin e rrugës. Drejtori i qendrës TIP, Arban Osmani, qendër në këtë lagje për edukim të fëmijëve e grave, është ankuar se fëmijët e lagjës nuk po mund të edukohen shkak i këtij problemi. Për rrugë peshene, gjendin që është besoj që peshene, nuk e di arshëllës vite, se na si qendër jenë ato që 3 vite, rreth 3 vite, besoj peshene, janë dikon rreth 30 shtëpi, rreth 50 banor, rreth 100 fëmijë mrena javë vinë qendër ato të organizatës, prej kursit 3 vjet deri në klasë 6-7. Brend gra burra që frekuentojnë qendrën, dikon është rreth 800 fëmijë kanë frekuentuar brenda vitit 2024. I kemi dërguar email komunës së Fushë Kosovës për të njëjtin problem, por deri në publikimin e kësaj kronike nuk kanë kthyer përgjigje. Për informacionet më të fundit, klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbëngjes.